lidhur me politikanët të niveleve të larta, zotja Lilaj? Po nuk mund të jetë e barabartë. Po nuk mund të jetë e barabartë sepse faktet e dëshmojnë. Fatkeqësisht nuk mund të jetë i barabartë. Sepse ne kemi parë që për raste të njëjta ka qëndrime të ndryshme të SPA. Qoftë për masat e sigurisë, qoftë dhe kërkesën për dënim, etj. Por kuptohet që mekanizmi është politik. Për sa kohë SPA-ku është tërësisht i kontrolluar nga qeveria, ai mbetet në humorin e kryeministrit dhe në nevojat e kryeministrit për të pozicionuar individët caktuar apo institucionet caktuara në funksion të pushtetit të tij, sepse ndoshta nuk e thash, po le të bijmë dakord edhe një herë që pushteti i Edi Ramës sot është një pushtet absolut në kushtet e një demokracie fake dhe në kushtet kur ai ka ndërtuar një model politik autoritarist. Kështu që brenda kësaj logjike dhe sidomos me ecurinë e SPA-kut, nëse në fillimet e veta në një farë mënyrë u duk për qytetarët që pavarësia e tij ishte e fortë, tashmë varësia e tij, qoftë nga pikpamja financiare, edhe nga pikpamja procedurale, është e qartë dhe prandaj qëndrimet e SPA-kut fatkeqësisht janë të diktuara nga qëndrimet e qeverisë. Qartë. Kur Berlini, zotja Lilaj, flet këtu për mungesë akuze, a duhet të shqetësohen vërtet institucionet shqiptare pra se po shkelin të gjitha standardet europiane që veti kanë nënshkruar në fundit? Po sigurisht, është shqetësim shumë i madh, por nuk është hera e parë që ndodh me Shqipërinë. Ju po të shikoni që të gjitha raportet ndërkombëtare që flasin për Shqipërinë e kanë dëshmuar gjendjen. Ata kanë qenë shumë të ftohtë, kanë dëshmuar se sa është niveli i korrupsionit, si përdoren gjykatat në funksion të pushtetit, cila është gjendja e procesit zgjedhor në Shqipëri, çfarë ndodh me administratën publike. Pra, të gjitha këto janë të dëshmuara në raportet ndërkombëtare. Qoftë Departamentit të Shtetit, qoftë Bashkimit Evropian. Pra, kjo nuk është një gjë e re. Problemi është se reagimi qeveritar, reagimi shtetëror ndaj këtyre raporteve nuk ka qenë i njëjtë, nuk ka qenë proporcion. Dhe ne prandaj mbetemi një vend i cili në të gjitha raportet prezantohet në mënyrë të tillë, ndërkohë që ne kryeministri i Shqipërisë prezanton arritje shumë të mëdha, të cilat ne nuk arrim të shikojmë se jemi shumë të verbër dhe nuk kuptojmë se çfarë ndodh me jetën tonë. Jetojmë në një parajsë të pakuptueshme dhe ky është një problem deri diku i popullit. Në fakt, nga ana tjetër, qeveria gjermane gjithashtu ka lajmëruar se do ta ndjek me vëmendje pra rastin e zotit Veliaj. Mendoni se ky paralajmërim diplomatik vjen nga Berlini dhe nga ana tjetër, nëse nuk ndryshon, mund të ketë reagime më të ashpra ndaj këtij rasti? Po uroj ta kenë seriozisht të çështje, por ta ndjekin nisur nga parimet themelore dhe jo nga individi. Pra, ka një problem. Çështja nuk është individuale, çështja është e zbatimit të parimit. Dhe nëse ata ndikojnë që parimi të zbatohet për zotin Veliaj, kjo duhet ndodhë dhe për zotin Berisha, dhe për zotin Meta, dhe për gjithë politikanët e tjerë të cilët i gjinden sot përpara akuzave dhe përpara masave të sigurisë që ndoshta nuk i meritojnë në këtë proces. Pra ne kur flasim për parimin, nuk kemi parasysh individin dhe uroj që përfaqësuesi i Bundestagut të ndikojë fort që të zbatojnë parimet njësoj për të gjithë. Qartë. Sepse shteti i drejtës synon pikërisht këtë, një proces të paanshëm dhe të drejtë ligjor, ku siguria juridike e secilit është e garantuar. Qartë. Do doja të ndalesha pikërisht tek zoti Ilir Meta. Kreu i SPA, Altin Domani, ka komentuar për herë të parë publikisht për arrestimin e ish-presidentit Meta, i cili u ndalua rreth një vit më parë me forcë, thuhet, pra nga 10 policë pasi GKK-ja caktoi edhe ndaj tij masën arrest me burg. Zotja Lilaj, ju si e keni parë? Ishte arrestimi i ish-presidentit Ilir Meta pra një skenar politik sigurisht për t'i dhënë edhe goditje opozitës nga ana tjetër? Po patjetër, po kjo është evidente. Kjo është evidente, kjo është shumë e qartë,
qoftë arrestimi i zotit Meta, i cili për hir të vërtetës nuk nderon askënd, asnjë polici në botë dhe asnjë polici, po them perëndimore, se në vendet e botës tretë ku nuk kanë, apo vende diktatoriale e kanë praktik këtë, por në vendet perëndimore me një shtet normal të së drejtës, ajo metodë e arrestimit zotit Meta ishte e papranueshme. Ashtu siç është për shembull arrestimi dhe masa e arrestit për zotin Berisha, sepse në fund të fundit të dy ishin personalitete politike të cilët nuk rrezikonin të iknin nga vendi. Gjykimi i tyre mund të bëhej në liri dhe procesi të vazhdonte të ndiqte të gjitha hapat deri në momentin kur ti ke akuzën gati për t'u vërtetuar dhe për t'u ballafaquar në gjykatë. Këto janë po them procese që ndodhin rëndom në botën perëndimore. Gjyqe pafund ka presidenti i Shtetit Bashkuara sot Donald Trump, gjyqe pafund kishte i ndjeri Berlusconi në Itali, por ai as nuk u mor mas siguri arrest me burg dhe as nuk u trajtuan në mënyrë kaq brutale. Ndaj ato ishin tërësisht, pra i rikthehem edhe një herë, janë tërësisht epshe politike të kryeministit të Shqipërisë, i cili ka ndërtuar një sistem autokratik. Ai ndoshta nuk e kupton këtë për shkak se jeton në një pushtet absolut që ai ka, por e vërteta është kjo, që këto procese ishin tërësisht politike. Dhe zoti Dumani do bënte mirë që këtë reagim t'ia kursente publikut. Sepse është shumë e qartë që prokuroria e posaçme në udhëzimet e saj dhe në proceset e saj është shumë e qartë se si i orienton, se si organizon masat e sigurisë etj, aq më tepër për një personazh politik siç ishte zoti Meta apo siç është zoti Berisha, që kujdesi ndaj tyre duhet të jetë shumë i lartë, sepse në fund të fundit ata përfaqësojnë opozitën shqiptare dhe në minimalen e saj, edhe sikur të përfaqësojë 30-40, ata e përfaqësojnë një pjesë të popullit shqiptar dhe kujdesi ndaj edhe nëse ata janë të fajshëm, ndaj tyre duhet të jetë i lartë në mënyrë që të ruhet ajo që quhet drejtësi sociale, që është shumë herë më e lartë edhe shumë herë më e rëndësishme se sa dënimi i një individi të caktuar. Sepse këtu nuk po flisnim vetëm thjesht për zotin Meta si individ, por zoti Meta si një përfaqësues i një partie politike, apo nuk flasim për doktor Berishën si një individ, por si kryetari i opozitës shqiptare. Kështu që kujdesi ndaj tyre, jo për t'i falur, për t'i amnistuar, por në respektin që duhet treguar ndaj tyre. Dhe në rastin e zotit Meta kjo ishte flagrant. Në mungesa e transparencës ka krijuar gjithashtu, zotja Lile, ashtu si e dim, dhe shqetësim te publiku, por edhe tek partnerët ndërkombëtarë ashtu si e pam, dhe heshtja e qeverisë ngret disa pikpyetje për përdorimin e drejtësisë si instrument politik dhe nga ana tjetër për të mbajtur edhe nën kontroll, po i shuaj edhe figurat që sfidojnë pushtetin aktual. Pse heshtje është pyetja ime, qeveria për 10 muaj ndërsa një ish president vahej në burg pa akuzë të qartë? Po sepse është politik. Sepse zoti Rama me dy rivalet e vet politik, zotin Berisha dhe zotin Meta, nuk e ka vetëm thjesht çështje të ushtrimit të pushtetit. Ai është i garantuar në pushtetin që ka ndërtuar, por ai qëllimin e ka edhe tek eliminimi politik i opozitës. Më vjen keq që e them këtë fjalë kaq të rëndë dhe kaq të madhe, por që në mënyrën se si është organizuar sistemi politik në këto paktën 8 vitet e fundit, dëshmon që zoti Rama nuk ka dashur dhe nuk do një sistem politik me një opozit kontrolluese. Pra, është fatkeqësi, është dhimbje e madhe kjo që them, por në fund të fundit, në historinë e njerëzimit, ne njohim njerëz të cilët, lider të cilët kanë ndërtuar për vendet e tyre sisteme demokratike apo sisteme diktatoriale. Kështu që a t'ju marr një rast shumë interesant. Po, patjetër. Që
dëshmon edhe qëndrimin jo të njëjtë dhe bot kuptimin jo të njëjtë të liderëve politik për te anës po them politike. Në vitin 2007 Edi Rama në atë në opozit refuzonte të merrte pjesë në zgjedhjet lokale. Për hir të asaj kohe që ishte çështja e certifikatave etj etj. Por unë mbaj mend një deklaratë shumë të fortë të doktor Berishës, që ishte njëkohësisht edhe kryeministër, i cili tha: unë nuk futem në zgjedhje pa opozitën, sepse vendi im nuk mund të jetë një vend monopartial. Dhe ky është një qëndrim prej shtetari. Unë nuk po përmend gjëra të tjera sepse ai ka secili lider ka momentet e veta dhe po them fajësitë e veta etj etj. Po ky është një moment prej shtetari dhe kur vim në vitin disa vite më vonë, kur zoti Rama u gjend përballë presionit të opozitës shqiptare për të mos marrë pjesë në zgjedhje, pra për të bojkotuar, në vend që të ishte shumë herë më i përgjegjshëm dhe të bënte gjithçka, opozita shqiptare të merrte pjesë dhe gara të ishte midis palëve, ai u fut i vetëm në zgjedhje. Kjo dëshmon instiktin e tij politik autoritarist për të qenit një shtetar që i synon të ndërtojë demokracinë në vend. To janë momente të cilat janë kruciale për demokracinë e brish shqiptare, sepse nga ai moment kur ai hyri vetëm në zgjedhje, zgjedhjet bashkiake kaluan votimet bashkiake, i dhanë një pushtet pa merituar në mbar vendin Partisë Socialiste dhe zoti Rama, dhe nga ai moment e mbrapa opozita shqiptare, Partia Demokratike pësoi një rënje shumë të fortë elektorale, për shkak se harta elektorale në Shqipëri, stratifikimi social në Shqipëri, mënyra se si njerëzit bëjnë politikë në Shqipëri, është e lidhur shumë edhe me pushtetin politik. Nëse të ke pushtet absolut, e ke pamundur të kesh opozit. Dhe këtu jo të jetë doktor Berisha, po ju të merrni këtë doni ta vendosni në krye të opozitës shqiptare, shkencëtarin më të mirë, studiuesin më të mirë, njeriu më të pastër, përballë një sistemi i cili ka kapur çdo qelizë, e ke të pamundur të mund të ndërtosh një opozit dhe një qëndrim opozitar. Tani në këtë rast që po flasim, vetëm se nuk na vjen njëri që të na vendos prangat dhe thotë që keni qëndrim antiqeveritar, sepse këto lloj lirie të qenit jashtë për hir të fjalës nuk na e kanë cënuar akoma, por çdo gjë tjetër, në çdo qelizë, në çdo aktivitet të kujtdo, qeveria shqiptare ka pushtet absolut. Kjo është fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi e konceptit që ne duhet kemi për ndërtimin e sistemit demokratik në vend. Qartë. Mirë, zotja Lilaj, për të mbyllur, sepse jemi në fund të mbyllur me pyetjen e fundit, pra me rastin e zotit Meta, i cili tashmë e dim të gjithë se është një moment kyç për kreun e SPAK zotin Altin Dumani, për të treguar nga njëra anë, pra nëse institucionet e drejtësisë funksionojnë pa presion edhe pa presion politik nga ana tjetër. Pyetja lind nëse dosja e zotit Ilir Meta a është testi më i madh i pavarësisht se zotit Altin Dumani edhe SPAK sigurisht pra nga qeveria Rama? Po nuk mund të jetë i pavarur, sa po e tham. Tani nuk mund të zhbohen gjërat në këtë mënyrë. SPAK që nga momenti kur, të paktën prej një viti, kur po marr vetëm momentet e fundit, kur në një farë mënyrë edhe varësia financiare i kaloi pothuajse tërësisht qeverisë, SPAK nuk është më një institucion i pavarur. Na vjen keq, do të thonë, ne nuk mund t'i hedhim hy syve të publikut dhe të gënjejmë veten që SPAK mund të jetë një institucion i pavarur. Ai është një institucion tërësisht i varur nga humoret e qeverisë, siç ka qenë vazhdimisht drejtësia shqiptare. Dhe me këtë nuk dua të them që edhe në periudhën e qeverisjes së Partisë Demokratike drejtësia nuk ishte në ndikimin politik të qeverisë. Por në atë periudhë kishte një gjykatë krimeve të rënda, e cila bëri disa lëvizje shumë të forta për të goditur krimin e organizuar dhe që Shqipëria pati disa përparime shumë të mëdha, kam parazysh vitet 2005-2007,
përparime shumë të mëdha në drejtim procesit integrim në Bashkimin Evropian dhe më pas u antarësuam dhe në NATO. Pra, ndërsa sot SPAK, bilancet e SPAK-ut sot janë minore përveç bujës mediatike dhe një besimi mediatik dhe popullor në fillim, tashmë është evidente që SPAK-u është në duart e kryeministrit. Tani që të presim ne që kryeministrit ti ndryshoj humori për dy rivalet e tij politik, zotin Meta dhe zotin Berisha, unë mendoj që është disi futuriste, kështu që gjërat do vazhdojnë kështu fatkeqësisht deri në një çast kur shoqëria shqiptare të vetëdijsohet që sistemi politik demokratik nuk është një dhuratë. Demokracia nuk është dhuratë, demokracia është akt, është veprim, është pjesëmarrje, është përgjegjësi. Është përgjegjësi. Ndaj secili qytetar i Republikës duhet ta kuptojë se nuk mund na vinë gjërat në mënyrë të importuara dhe në mënyrë të gatshme që ne t'i aplikojmë. Por duhet të mbajmë përgjegjësi secili nga ne. E qartë. Mirë, zotja Lilaj, kënaqësi t'u kisha sot. Faleminderit shumë për gjitha informacionet. Kënaqësia e imja, shumë faleminderit për ftesën. Ju falenderoj shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, tashmë kemi arritur në fund, do të bëjmë një përmbledhje se çfarë diskutuam ditën e sotme. U ndalem tek polemikat mes Tiranës dhe Prishtinës, pra të cilat janë ndezur sërish pas protestës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s në Tiranë. Lëvizja vetëvendosje i ka kërkuar që kryeministri Rama të kërkojë falje për qëndrimet e mëparshme para se të protestohej. Dhe Rama nga ana tjetër reagoi duke mohuar kështu pra politizimin dhe duke theksuar se nuk do të ishte pjesë e protestës, duke mbrojtur kështu sipas tij imazhin institucional.